Një incident i pazakontë ajror ka ndodhur të mërkurën pasdite, kur avioni që transportonte sekretarin amerikan të luftës, Pete Hegseth, është detyruar të bëjë një ulje të paplanifikuar në Mbretërinë e Bashkuar. Ngjarja ndodhi gjatë kthimit të delegacionit amerikan nga takimi i ministrave të mbrojtjes së NATO-s që u mbajt në Bruksel. Zëdhënësi Pentagonit, Sean Parnell, konfirmoi në rrjetet sociale se shkak për uljen emergjente ishte një çarje në xhamin e përparme të kabinës së avionit Boeing, me të cilin po udhëtonte Hegseth. Sipas tij, ekuipazhi raportoi në përputhje me procedurat standardet e sigurisë ajrore, duke vendosur menjëherë që avioni të devionte drejt aeroportit më të afërt të territorit britanik. Avioni bëri një ulje të sigurt në Mbretërinë e Bashkuar pas identifikimit të një defekti teknik. Të gjithë personat në bord, përfshirë sekretarin, janë në gjendje të mirë shëndetësore, deklaroi Parnell. Sipas të dhënave të zhurmimit të fluturimit, aeroplani ka zbritur në një lartësi prej 10.000 metrash, e cila konsiderohet standarde në raste të depresurizimit të mundshëm të kabinës. Ky veprim lejon që pasagjerët dhe ekuipazhi të marrin frym normalisht në rast të një humbjeje të pjesëshme të presionit të ajrit brenda avionit. Burime të tjera nga Departamenti i Mbrojtjes amerikane thanë se një ekip teknikash të forcave ajrore u dërguan menjëherë në vendngjarje për të inspektuar avionin dhe për të përcaktuar shkakun e saktë të defektit. Hetimet paraprake sugjerojnë se çarja në xham mund të ketë qenë pjesë e stresit të materialit ose ndryshimeve të papritura të temperaturës gjatë fluturimit. Pas kontrollit të sigurisë, pritet që delegacioni amerikan të vazhdojë udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara me një avion tjetër ushtarak. Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, duke rikujtuar edhe një herë rëndësinë e protokolleve strikte të sigurisë ajrore, veçanërisht kur bëhet fjalë për udhëtimet e zyrtarëve të lartë të Pentagonit.